të gjithë çunat e PD-s që hedhin më shumë lek për fushat se sa ndasën. Përshëndes gjithë socialistët që më shumë duan Edi Ramën se gruan e tyre. Dhe hallin ose çohen në spak, Si dhe keneta zgjidhim. tak fak. Erdhi dita historike, erdhi 11 maj, kena me fitue. Qa të fitoni jo, më Dhe fitojmë po tem. Qa të fitoni jo, vlla? Siç ka thonë zemra ime Sali Berisha, siç kemi fitue në çdo palëzjedhje. Një sekund. Po ju keni haruar se si fitohet në përzgjedhje, o vlla. Një sekond o vlla, se ju keni vjedh. Po normalisht ne kemi fitu. Ashtu? Po o vlla. Po atëre vidhin dhe ju që të fitoni. Ja, ne nuk di me vjedh. Ashtu, Ne di me fitu. Dhe me që jemi të vjedhjet, me që jemi tek hajdutët dhe hajdutria, Doro, aq shumë kanë vjedh këta politikanët tanë, sa hajdutët. Po? Edhe pak edhe do dalin në protest dhe di pse? Po pse? Se politikanët i kanë lënë pa punë. Nuk kanë fajt shkret. Ja, Nuk kanë fajt. Protestë e madhe, të gjithë në protest. Jo shqiptarët, po jo. Hajdutët normalisht do ngrihen protestë kundër politikanëve. Normalisht tash që vjen ti sot, ai ka eksperiencë, të zë vendin, të zë punën, të zë burgun, të zë avashë, kush je ti? Prandaj edhe unë do t'i mbështes. Do t'i mbështesni apo jo kundër politikanëve që i kanë zënë eksperiencën, i kanë zënë vendet e punës. Të ngrihemi. Si mendon a duhet bëj kjo protestë? Atë më drejtë të fjalës. Ta e ndopi hajdu pa u futur politik. Do më thënë janë Ta vim baridhish, bëhen ministra, e në vjedhin gjithë populli. Bishti i qenit është i shtrembër. Dhe atë sa do që ta tërheqësh. Prapi shtrembër mbetet, Po mirë, do më thënë që në fillim kanë qenë hajduta, janë pjesë. Patjetër. Po mirë që kanë pjesë e njëjtës familje ta, nuk duhet zihen me njëri tjetrin. Jo më daj, këto zihen me njëri tjetrin se kanë hallë burgun. Ovic, çoni 2 paketa aty. 2 paketa, tu tash direkt. Zanat Aliu, ti jepi burg atje, nuk sillesh mirë, këtyre jep burg të mirë, më burg, si ka mundësi më të zesh burgun e mirë ti? Tani ato më drejtë të fjalës. Ta dash. Unë jam gonjes. Ky ish Kanani, që ka vrarë qindra vet. E në folorel të jetën e s'mani fare për njëri. Jakub ka gjithë ditë pasajt, kush detet për vrasë. Unë i shaj, unë i folë shqeto. Jo, me të qa do vetim, jo. Jo, me të Jo, folë realitetin, thash. O, pra jo me të shame. Jo, me të shame, më ka dhoni një jakë kulturë. Kanë thënë se ke bërë këthejs. Në ka tre më burë, thash se më dole jashtë rrugës e ijes, se goni ijes, nuk del këshu. Ta e në gjithë hajdut do daj. Ashtu, Pa, këto vinë hajdut, vjedhe trilarda, edhe sot kanë fry. Të gjithë këto, qeveritar, deputet, ministra, çfarë nuk kanë bërë, si të maqë, si të dja. Kuris popullin, kuris tonë. Se ti more popull, i le këta kusartë të vjedhin. Kur kanë interesin e popullit, për popullin, asnjë nuk e ngedon për vjet, as i majt, as i dja. Kontrollomni. Po më kundër politikanëve A do vish në protest? Do vim. Kur është? Do mbledhim qa hajdut, qa njerës kemi fis? Është një kyqe. Ta klap gjithë në burg. Profesionisti, zanatsiu, kundër politikanit hajdut. Për para, me fitore. E më të drejtë. Keni të drejtën e Zotit hajdut të nderuar të dilni dhe të protestoni. Normale vlla, këtu për çan nuk po dalin në për protesta vlla. Këtu po dalin protesta për qen, për mace, për gra që duan burra, për burra që duan burra. Dhe jo mos të dalin për këtë fenomen kaq të madh. O devo, nuk kanë faj hajdutët, nëse janë çuna të mirë thelb vlla. Se janë çuna të mirë hajdutët? Po ti e di historinë time që ka ndodhur unë vlla. Jo, se mbaj më. Se ma mend ti? Erdhën hajdutët, një të më fut në shtëpi. Kanë kontrollu më dev, nga cepin cep, njoni biles këputi mish. Qa thore? Më zjoj pastaj, nuk majti ta. Njët më zjoj, më tha, ku i ke legat, tha? Ska mi, tha, nuk kam jam, shu fare. Bravo e qof, një nëzirë një 50 nga gjepi, shkreti urdhëra, tha, se që ke fakir. Ty më falja, ka dhone i politikana i herë në i 50.000 leksh? Jo, vetëm kanë marë. Dhe kjo babzi është shqiptarë të dashur. Kjo pangopsi që kanë këta hajdutët me kollare, do dilte diku. Dhe ku del? Ku? Te populli i gjorë. Te populli i varfër që lufton dita ditës për bukën e gojës. Dhe kjo babzi, kjo pangopsi që kanë këta hajdutët me kollare,
sjell sot në 2025 pamje të tilla Dori. Të një familje në një fshat të Pogradecit që vuan dita ditës për bukën e gojës. Për bukën e gojës? Bukën e gojës, Dori. Po. Ua. Kush në sjell këto pamje? Këto pamje do t'i shikoni te rubrika më e re, këtu në Tak Fak, tek Migjenianët. Një sekond, vetëm një pyetje kam dhe fillojmë, më fal. Sa vëllezër dhe motra kanë qenë këto Migjenianët? Ka 2 vëllezër edhe 2 motra të martuara i ka. Jam dakord. Po nuk Migjenianët quhen nga Migjeni se Migjeni i ka shkruajtur Varfris. I ka shkruajt, po pse i shkruajti? Përshëndetje miq të emisionit Tak Fak. Jemi nisur herët nga qyteti Tiranës për të arritur pikërisht në destinacionin ton të parë të rubrikës Migjenianët. Kemi startuar në një fshat të qytetit të Pogradecit në mokrën e poshtme i njohur ndryshe si Rodo Kalsipër. Jemi pikërisht në familjen e zotit Ismejt Hidri, aty ku varfëria dhe skamja janë ulur këmbkryq. Për të njohur nga afër me këtë familje, ku varfëria është e tejskajshme, ecim. Ky është Elvisi, është vetëm 8 vjeç, në klasën e 2, por portreti dhe trupi i tij imët të keq ushqyer tregojnë shumë më pak se moshatarët. Në prag të shtëpisë na pret Ismeti. Thinjat e tij para kohe tregojnë për hallet që si mbaruan kurrë. Ndërsa kjo është Etleva, nëna heroin që na priste si zok me shikimin e brisht. Mateo është djali i tyre i dytë në klasën e 8, ndërsa ky lozonjari është Adi, binjaku tjetër i familjes Hidri. E nisën rrëfimin e tyre me lot, duke na treguar sa e vështirë është për ta të bashkëtojnë çdo ditë me varfërinë në një shtëpi që nuk është as e tyre. Zoti Ismet, hera fundit, ju kujtohet që ju ka thënë djali, dua bukë dhe s'keni pasur t'i jepni, cila ka qenë hera fundit? Po nuk ishte qadimi e këtë. Kur ka qenë hera fundit? Unë s'ka qenë 2 ditë, 3 ditë. S'kam patë, si kam dhënë. Qadimi. Shumë më vështirë, Klajda. Nuk kemi ndin tjetër. Zoti na dha Kur'an, na ndihmoi pa patë mundësi ta na ndihmoj me aq sa të kenë. Lutëm Zotë vetëm na ndihmoni të futem kokën me këto që kemi. 4 dhimbje dhe disa rosa janë gjithçka që ka familja Hidri, sepse asistenca 140.000 lekë të vjetra që marrin nga shteti nuk ju del as për bukën e gojës. Kleva, po për të ushqyer fëmijët, si ja bëni? A keni ushqime? Ku i merrni? Duke qenë se nuk keni lekë, a ju ndihmon dikush? Më përpara, kur kam pas fëmijë të vegjël, kam marrë këtë gjashtë fëmijë të me listër. Kam ashtu fëmijë, tash për momentin kam marrë kjo udi. Etleva, nëna e 4 fëmijëve, tregon si i ka rritur fëmijët deri tani dhe dhimbjen për djalin e saj, që vuan nga anemia. Pra me kaq shumë ti ushqen 4 fëmijë? Po. Si ja u ndan se shumë pak? Se ndaj do të shtoj qikuj, edhe Mateu do shumë që të haj. Mateo është fëmija i dytë? Dytë, mrapa çupës.
Ka dalë anemik. Po, edhe do shumë. I keni marrë ilaçe? Para një muaj më mori doktorisha ilaçe me likë të theta, me forca të veta. Ose tash mora boç që i mora ilaçet. Adi na tregon se buka me sheqer me ujë është ushqimi i tij i preferuar, duke na parë me syt plot shpresë. Me çfarë është kjo buka? Me sheqer. Ja ta shofun. Me sheqer? Me sheqer dhe me ujë? Pa. E ke qef të shijon? Pa. E ndërsa visi qanë në një qoshe të korridorit me lot në sy, fjalët e ti na goditën në zemër. Visi, të jep lek mami me babin ty kur shkon në shkollë? Nuk të japi? Pse? Teksa e Tleva punon tokën me krah, na tregon më shumë për familjen e saj. Cila ka qenë hera fundit që s'ke pasur bukë të japësh? Kam 3-4 ditë. Dita fundit që nuk kam pas bukë. Klajda. E kam unë me bot një thesmir që t'i jap funive. Me shpresë që jeta e tyre një ditë do të ndryshoj, e Tleva bën apel për ndihmë, vetëm për fëmijët të kenë një stre për të futur kokën. Ju lutem Zotë më ndihmoni, se të më shihni me këtë gjendje që jam. Vetëm një shtëpi të më futin kokën, nuk dua asnjë gjë tjetër. Këtu ku varfëria u lëret me të madhe, fjalët nuk kanë kuptim. Ka fshat që s'ka përdijet, ashtë të vlla mjerimi. Ka fshat që të ngecë në pyt, e të kaplon trishtimi. To vargje shkruan të Migjeni para 100 e ca vitesh për para. Dhe këto vargje rinë edhe sot e kësaj dite në 2025. A e kuptoni? E kuptoj, po një pyetje kam. Migjeni ku është tani? Ishte këtu tek kafja e Njuzit, po... Atëherë duhet ta takoj personalisht i them Po një ka vdekur o dori tani, ka vdekur o kur? Mirë, dakor, ose duhet dalë në vend tjetër unë. Në qoftë se do ishte gjallë Migjeni, do shkruante shumë më shumë sot se sa në atë kohë para 100 vjetësh. Po prit. Se ne nuk mund ta lëmë në gjendjen migjeniane këtë familje. Tak fak erdhi reagimi. Shikojeni vetë. Pasi prekëm nga afër mjerimin e familjes Hidri, ne nuk e lam me aq. Emisioni Tak Fak gjeti përkrahje dhe mbështetje tek Fondacioni Firdeus, në veçanti tek zoti Elvis Naçi, me të cilin do të kemi vimësi për raste të tjera në vazhdim. Jo është problem fshat për çdo gjë. Ura! Opa!
Ka lezet, Modoro, kur shikon rastet tilla që edhe marrim një lloj zgjidhje. Duhet thënë faleminderit Fondacionit Firdeus me Elvis Naçin, Zoti u a bëf mbarjes. Ashtu, dhe për gjithë juve që keni mundësi ta ndihmoni këtë familje në këto ditë të vështira, bujrum, edhe te takfaku, edhe mund të shkoni tek ajo familje, sepse realisht të pasur nuk të bën parja, po të pasur të bën ajo që jep. Më falë, këtë të fundit e thatë ju? Po, kështu është si... Jo për gjë, po tani do e hash në rosa kokës. Se? Po ti s'tjep 2 pika uj, ma. Në flet ti, për të dhënë, men. 2 pika uj nuk t'jep. Uj, një ku e kjo. Fab. Si është si uj? Si është si uj. Është uj ke lartë e poshtë në për Shqipëri. Po prandaj po them. Uj, më të lehtë dhe më të mirë nuk ke ku gjenë. Vetëm Fab është. Më falë, mund t'a provoj? Provoj, Allah. Se ti s'para beson shumë mua. Provoj, vazhdo. Faleminderit. Hajde, pak shpejt, se s'dorim të presim ty. A vash? Pra! Shihemi pas pak në takfak. Kemi një temë, vërtet, shumë interesante. Le të vinë miqtanë. Denonconi në numrin tonë, në WhatsApp 068 900 90 50 dhe ne ju përgjigjemi takfak. Në dërgoni foto dhe video denoncuese. Ne ju japim hapësirën e duhur. Erdhëm se me hallë, me probleme, me shqetësime që sillni ju tek redaksia jonë e takfakut. Qa probleme s'ka më, qa? Dora! Po, fol. Çdo 4 vjet. Po. Këta politikanët tanë si majta, si djatha, si lartë, si poshtë, çfarë premtojnë në popull? Ja ta thot vllai se e kemi mësu për menç. Hec. 24 orë në ditë ujë, 24 orë në ditë drita, 24 orë në ditë pensione dhe rrugë. Si 24 orë në ditë pensione rrugë. Po, e hapin kraun fare mërdep, e hapin gojnë, e hapin dhe thesin edhe. Vetëm se llafet e fushatës nuk i kanë quar ujë zotrisë që kemi sot në takfak. Kuj si kanë quar? Dhe jo një javë, jo 2 javë, jo 1 muaj, po i gjori po pret plot 20 vjet. 20 vjetë? Që t'i vi ujë dhe hiq. Që që devë për 20 vjetë, a i të kishte bëj hidrocentral vetë mërë burë dhe E di, më gjanë, e di. Po s'do t'ja di njëri. Shikoj pak se ku shkojmë, shikoj. Në Bashkim Pustet është bërë një investim prej 4 milion eurosh për të furnizuar me ujë të gjithë banorët e kësaj zone. Megjithatë, është një familje e cila nuk po pajiset me ujë në godinën ku ka investuar prej 20 vitesh. Abonenti, edhe pse ka bërë një kontratë, ende nuk ka ujë në godinën që disponon. Si quheni? Unë quhem Dragica Pali, banuese në Korçë, lindur në Liçenas. Para 20 vjetëve e morëm këtë truallin këtu në 2004, edhe ngritëm këtë lokalin e vogël. Edhe kaq vjetë pritëm për ujë. Ardhi dita që sollën ujë. Sollën, po neve nuk na sollën ujë, se ju dukeshe larkë 600 metro. Edhe nuk na sollën. Vajtëm bëm ankesa në ai drejtori e ujësielësit. Ju keni lidhur ndonjë kontratë me ujësielës? Po, kemi lidhur kontratë, paguajmë ujë, pa ujë, paguajmë ujë. Sa lek paguani? Sa është tarifa? Ju lokalin po e përdorni? Po, ku ta përdorësh pa ujë? Pra ju duhet ta merrni ujin nga depo? Po, e ta duhet ta nxitim vetë. sillni këtu? Po. Dhe të kalojnë mbi asfalt? Po. Dhe këtë duhet ta bëni ju? As kompania ndërtuese? Jo, nuk u. Dhe as ujësielësi? As ujësielësi. Që e kishim për detyrë ta bani. Tani ju çfarë kërkoni? Ne kërkojmë të na sillet uja, na ngjitet. Si që u shpun të terve nga si a shpunë, në ngjitet dhe neve uja. Këtu është zonë e banuar, është ç'është se kishin në plan ato. Kjo është përgjigja. Do t'ju lejmë dalje,
ta ngjitni vetë, po neve si do ta ngjitim 600 metro vetë. Nema voda, hiç ujo, hiç fare, 20 vjet, hiç uj. E tani i vjen dhe Çikinato Dori, se tani i gjithë fshati ka ujë, kupton? Edhe ky s'ka. Ku shkoj? Ku shkoj? O Dori, ku jere? O ky kush? Ku je, o Dori? O Devi! O Devo, ti je më? Kush? Ku Devi? Ku ke shkuar, o vlla? Në Morav! Po çdo në Morav, o qyp! Erdha për gjithë ty pa në bathje, po për ujnë, pra për pa ujnë. Për ujnë ke shkuar deri aty? Po për ujnë, më vlla, për ujnë. O, i shkreti ti edhe i shkreti popull qheq. Duhet kaloj 20 male, 20 fusha, 20 dete, për të marrë një gjë që është krejtësisht normale. Uj po kërkojnë, nuk po kërkojnë tendera. Por o vena jonë, gocë trime, gocë garipe. I fut kraun, zotris. Më falë, dhe qoj ke burimi dhe nuk i dha uja je? Po jo ke burimi, o jo. E qoj me njerë ke ujësjelësi i Korçës. Kaloni, ju lutem desha takoja pak drejtorin. Drejtori nuk është. Alo. Alo, zoti Nikola, përshëndetje. Po? Si jeni, si kaloni? Si jeni? Jeni drejtori i ujësjellës kanalizime Korçë, apo jo? Po, të lutem më thuaj. Jam Rovena Cerka, gazetare nga News 24. Ju lutem, jam në drejtori dhe më thanë që nuk jeni këtu dhe s'keni qenë sot. Keni mundësi t'ju takoj 5 minuta? Po, për ndonjë gjysmore, sepse jam në një defekt. Në Pustec është bërë një projekt dhe ja kemi lënë si piklidhje, por zotria tha, e dua, do ta zgjidh privatisht se si do ta marr nga pika e lidhjes ujnë. Unë e kuptoj tensionin tuaj. Unë e kuptoj tensionin, por nuk besoj se ka arsye. Jo, nuk kam tension fare. Do me thënë, ti e ke depon këtu, dhe ti e shtron vetëm 12 metra në distancë? Të lutem, nga linja që kalon në përfshat, ne i ofrojmë abonentit 12 metro shërbim dhe pjesën tjetër se ky është jashtë fshatit, nëse zotria. Po çfarë tarife shërbimi, pra shko sa ai nuk merr shërbim? Po çfarë duhet i paguaj taksat? Sido që të jetë ujësillësi nuk e ngjit dot ujin në Maj të Malit. Po si në Maj të Malit, se i gjithë fshati është në Maj të Malit aty. Nepali ka thënë, më lini një piklidhje, do ta marr siç ka marrë energjinë elektrike, do ta marr dhe ujin. Është e vërtetë? Jo, nuk është e vërtetë. Jo, fjalën nuk mund të besojmë, kështu që faleminderit. Ne kemi diskutuar që në Po tash të marr çer zona dhe unë mos marr ku e ke parti. Nuk ta ofron dot shërbimin atij ujësillësi. Po ta kishe ti atë shërbim. Sepse është jashtë, kështu që dërgoni një shkresë do ju kthejmë përgjigje. Faleminderit. Tani, hajde pak sqarohu me zotrin, se nuk është Sandri. Pavli thot që nuk e ka marrë përsipër për ta lidhur vetë. Nuk i besojmë dot fjalëve, se janë fjalë rrugësh. Hajde ni dërgoni një shkresë do ju kthejmë përgjigje. Të lutem, në mbas të kodit të ujit, ne ofrojmë 12 metro, të lutem. 12 metra. Po abonentëve të tjerë si ua ke dërguar? Të tërëve 12 metro nga linja kryesore. Është ligj. Unë jam 600 metra. Po nëse 600 ke jashtë rrjetit, prandaj pikërisht nuk kemi ofrojmë shërbim. Po si jam në Tani të lutem, shiko se nuk është normale kjo. Mos e prek operatorin me dorë. Zoti Nikola. Tani të lutem shumë. Jemi në institucion, dërgoni një shkresë, të lutem. Jemi në institucion. Ne kemi ardhur dhe ju më thatë që do na prisni ju. A keni një dokument? Dërgoni një shkresë. Dokument që zotria e ka marrë vetë për Zonjë, të lutem, brenda institucionit, të lutem, dërgoni një shkresë do ju sqaroj. Po. Dëgjoj. Sqaroni është i njohur nga shteti. Dakor, nuk ta abuzojnë. Atëre, të lutem, dërgoni një shkresë. Puna më e madhe është kjo ta zgjidhësh djalin bara. Si ta zgjidh? Se jam vetë unë me. Pikërisht na dërgoni një kërkesë, do t'i kthejmë përgjigje çfarë zgjidhje do marrim. Po do na lesh të punojmë, të lutem. Po si do të lë të punosh ti? Po pra se jam në punë. Që të punojnë. Po jo për njerëzit. Ti nuk i lidh ujin. Të lutem, unë i kam lidhur ujin. Ku e ke? Është do ta gjej. Do dërgoni një shkresë do po. Nuk lejoj të brenda tash. Zoti Nikola, një sekond, ju lutem. Nuk lejoj të brenda tash. Zonjë. Po ç'është prek ti zonjën orë?
Tani nuk është sjellje kjo, goxha burr të mbash derën kështu. Lutem të sqarova, më dërgoj një shkresë. Po sqaro si duhet. Po të sqaroj, më dërgoj një shkresë. Më sqaro si duhet. Po si të sqaroj? Më trego shkresa që ti ke. Ai ka marrë si Jo, të thash janë në pustec. Më dërgoj një shkresë dhe do të sqaroj me detaje. Të lutem. Po nuk bëhen të gjitha gjërat me shkresa. Po shtur çfarë? Po shtur kjo që bën ju, të shkosh me zyrë. Do iki se kam punë. Do ikësh se ke punë. Po qytetari që ka 2 vite që të pretin nuk ka 2 vite sepse ajo është akoma në Po qytetari që paguan taksat e ujësjellësit dhe ndërkohë që nuk ka shërbim. Nuk është pajisur me ujë. Ujësjellës nuk është marrë akoma në dorëzim, kemi kohë do ta zgjidhim. Ka lidhur qytetari një kontratë me ju? Po. Ja keni çuar ju shërbimin për cilin ai e ka lidhur kontratën? Po. I ka bërë ai pagesat e duhura? Nuk e di, për pagesat do t'i shikojmë në sistem. Pagesat janë bërë. Ndërkohë ju e keni përmbushur detyrën tuaj? Nuk e kemi përmbushur, do ta shikojmë. Është në njësinë e Pustecit, nuk është në njësinë e Korçës, abonenti. Do të më dërgoj një shkresë, do ja kompletoj dokumentacionin, do ja dërgoj. Faleminderit. Punë të mbarë. Pavli, çfarë të tha Sandri? Tani që të ndaloj këtu. Turp të keq që më kërkon mua llogari. Kjo është shumë çudi e madhe. Të kërkosh llogari përsej për unë atë që do harxoj do ta paguaj. Ai pa do shikosh. Turp TV! Kujtë! Pavli, turp TV! Jo, mos kërkoj llogaritë, llogari nuk kërkohet. Kërko ujë, jo llogari. Se është llogari tjetër ajo e ujit. Se i kanë kish kuptuar gjërat toma edhe ty nuk duhet kuptoj fare. Turp edhe ty. Shiko tani. Ujësjellësi nuk është për të sjell ujin. O zotri. O ju një sekond, për çfarë është ujësjellësi o vlla? Ta them unë. Ujësjellësi është për nuk e di për çfarë është tani. Për cilë ujë nuk është, në rastin konkret flas, është për të kripur trut ty, mua edhe të gjithë popullit që vuan. Ore, si ka mundësi nuk bëni dot atë që ju pagueni çdo muaj? Punën tuaj. Sa pendot. Çoni ujë, se ujë po i çoni më buri dhe ot. Ka 20 vjet që preti gjori dhe hiç, dhe tani i vjen edhe çikinat me fshatin dorë, e ke parasysh vetë? Po pse vjen nat me fshatin? Po i gjithë fshati, e gjithë zona ka marrë ujë, e ke parasysh veti? Kurse Pavli hiç. Po si do të zgjidhni për një? Po tamam jepi ujë, pra jepë më ujë Pavlit. Erdhi për të gjithë, po për Pavlin jo. Po tani nga Korça, direkt te Bashkia e Pustecit, se lë me kaq ne jo. Patjetër. Pavli, ku jemi këtu? Çfarë është kjo që kemi para syve? Kjo është një hiç për mendimin tim, që është një për të thënë që ja kemi lënë një dalje, po këtu s'ka as dalje, as gjë. Ja është një kanë lënë një kështu saat, një si dalje këtu, po që nga kjo dalje duhet të ngjitet lart. Ky është sahati yt? Po, i timi është i kontratës, po. Dhe mund të shikojmë që këtu ka një konsum minimal dhe nuk ka furnizim me ujë, pasi asnjëra nga shigjetat nuk lëviz. Përkundrazi, ndryshe siç do duhet të ndodhte nëse do të kishte realisht furnizim me ujë. Edhe pse lëvizën, mund ta shikojmë që dalja është e palidhur. Një saat që është vënë, nuk e di unë përsa është vënë. Që është në ajër. Dhe sahatin nuk ka lëvizur as pak. Ky është pretendimi edhe i ujësjellës kanalizime të Pustecit dhe të Korçës njëkohësisht. Ky është sahati që duhet të marrë ujë familja Pali dhe nga këtu sipas tyre do të marrin Markuçin ose Zorën, siç e quajmë ne në Tiranë, për të furnizuar me ujë në godinën e tyre ku është bërë investimi tashmë prej dekadash dhe jo sot. Për të sqaruar se çfarë ndodh bashkë me zonjën Dragica, le të shkojmë në Bashkinë Pustec. Si jeni? Si kaluat? Mund të flasme një përgjegjës këtu ju lutem? Kemi një kontrat nga një qytetar, dhe zoti Pavli,
i cili ka lidhur një kontratë me ujësjellsin për të çuar ujë në një godinë që posedon pak më lart. Dhe ndërkohë ujë nuk ka. Një saat që është vendën, nuk e di unë përsa është Që është në ajër. Para hyrjes ose para shtëpisë ka lënë një kuti atje dhe unë kam 600 metra poshtë, para shtëpi, po se kam në obori ati. Atje si do të shpjera në rrë? Më si të dojë me popër, si të dojë të shpjera. Ma ka lënë bre, po ma ka lënë në poshtë, po të thë. A i që e mori tenderin, e mori të pajise tërë zona. Do lartin Kur të ngjit ujën, kur të ngjit ujën. As njerit si që është puri, uja ka vajtur në Moravë, nga Korça, në Moravë ka vajtur, jo për 600 metra. Është bërë pika e lidhjes, apo jo? është lënë pika e lidhjes, zotëria ta marrë atje ta shpjegoj ku Si do ta marri zotëria? Si që kanë marrë të tërë? Si e kanë marrë të tërë? U a keni çuar ju? Asnjë neve ja kemi çuar. Po kush e ka çuar bre janë porta? Investimi është bërë nga një firmë, që si ka kush firma. Firma e ka shpën ujin deri para derës, para hyrjes, a ku e di unë. Para hyrjes të godinës. Dhe ndërkohë pse nuk ka ujë? Ku nuk ka ujë? Godina e zotërisë. Godina e zotërisë e di ku është? E di. Edhe çfarë ka detyrim dërmarrja atje sjell atje, çe çoj. Po kush ka detyrim unë? Po gjeje ti kush e ka? Ti si institucion, në momentin që e ke lidhur këtë kontratë, duhet ta çosh deri në fund apo jo? Apo nuk i bie kështu? Tani nuk mund t'i drejtohesh ti qytetarit dhe ti thuash, me që nuk të vjen ujë, ço ujë, se i bie që edhe ne të themi ty s'të vjen ujë tek shtëpia, i të ndrosh shtëpi zotri. Kështu funksionon kjo punë. A duhet çuar deri në fund një kontratë e lidhur? A duhet përmbushur të gjitha pikat e saj? Shiko, si kudo, pika e lidhjes është lënë Pika e lidhjes është lënë, uji ka shkuar? A keni shkuar një herë që të bëni një kontroll tek matësi, se ndoshta ky mund t'jetë duke vjedhur ujë dhe ju se dini. A ka këtu punonjës të cilët shkojnë dhe kontrollojnë? A vjen ujë, as vjen ujë? A vjedh dikush ujë? A ka dikush ujë? A ka dikush një problem? Po të thash njerë, jam një punonjës i thjesht, i ndërmarrjes, që paguaj me një rogë minimale, që të kush vjen. Nga taksa paguesit shqiptar, tani, Nga taksa paguesit e zonës e Prespa, që është shqiptar. Të Prespa, se Prespa, zona e Prespas jenë në kufirin shqiptar, zotri. Uja të shi, të marrë zona uje dhe unë mos marrë kush për. Tani, si e bëri investimin? Firma, atë ka lënë ty pik lidhja atje të shqit. Po ma ka linë 600 metro poshtë, omi. Po ja 600 metro, ja unë. Të shi ka marrë në 600 metro poshtë. Duke ditur që janë edhe në tenderat që uj pishëm të shpëndajnë në tërzona. Kjo është e tëra të shumë. Bëja të kërkes të azilu, unë qartë të themu. Po paguan taksa? Kushta që nuk e merë shërbim. Po nuk ka ujë. Në momentin që nuk ka ujë, nuk ka shërbim. Ujën e ka edhe matësin, që atje zotria ta marrë ujën në tërë. Me që ta marrë, me kova? Me legena ta marrë. Me legena? Me markuq, të vendosë markuqë, si që kanë të tjere dhe të vendosë. Po mirë, markuqina nuk do të vendosë i silë si që do të vendosë kë? Jo. Po si? Ore, ku shkon me këto ty? Tani dy zgjidhje ka. Ose me legend, ose me makuq. Qa është makuqi? Po zorë. Që nga gjitha i makuq? Biles ne kemi të vogël. Ashtu? Po duhet 600 metra makuq. Po mërë, po. Dale se na ktheu përgjigje ujësjellsi Korçës. Ule makuqin edhe mba legenin. Legenin do e mbaj unë. Ujësjellsi Korçës ktheu një përgjigje që besoj ja kthen të gjithë popullit. Qa thot? Thot që Nema Voda e ka shkruajtur maqedonisht, me që është zona e tillë, që do të thotë hiç ujë. Hiç fare. Dhe e di pse është hiç? Po pse? Është çik zona e vështirë dhe ne nuk kemi mundësi me makuq që ta çojmë ujin atje o kokuq. Po mirë. Për 600 metra makuq me po është turp. Është Pavli. Se ti ishte në një Pavël tjetër, jo 600 metra, po 600 kilometra e ka quar ujësjellsi kur do
Makuçin, YouTube-in. Po dieta, një gjë nuk kanë kuptuar gjithë jetën për dalje që nga kjo. Ore pse i thon legjend o burri dhe ose një punë e bën o burr. Ja ta them unë. Ai që shpiku pa ty në rrugë, edhe i erdhi emri direkt. Pra tani ka. Po tani ka i kuptim. Dhe me jemi tek UKT-ja sot në 2025-ën. Po. 200 vjet përpara. Kushuriri im. Kush? Ali Pash Tepelena, doro. Kushuriri jot Ali Pash Tepelena? Po kushuriri im është. Nëse lidhet larg ta çrën si ka kjo. Bëri akuedotin ose ujësjellsin e Bënçës. Që do thuash ti përse e bëri. E bëri që të çonte ujin kala. Po. Dhe me këtë rast përfitoi edhe gjithë zona e Bënçës dhe fshatrat përreth. Dhe sot, e kësaj dite, shiko pak mbrapa, e ke akoma në këmbë. Këta që bëri Aliu, që i ndrit shpirti dhe ju thaft dora ati që i preu kokën. Një pyetje kam unë tani, aty brenda ke kalaja, i ka gjitha, ka ujë, ka dushe, gjitha punojnë. Të gjitha i ka. Sot e kësaj dite? Të gjitha i ka. Vetëm një zgjidhje është, doro. Po. Kur s'ke ujë, do pish birë. Po qa birë se? Po s'disku, po duhet birë e mirë atë? Birë e mirë. Birë e mirë. Dhe një birë që është realisht krenari e Shqipërisë. Dhe është një brand jo vetëm këtu në Shqipëri, po kudo në botë. Devo Lene, se gjeta. Birra Korça. O Korçare, o hiqfare. Denoncuni në numrin tonë, në WhatsApp 068 900 90 50 dhe ne ju përgjigjemi tak fat. Në dërgoni foto dhe video denoncuese. Ne ju japim hapësirën e duhur. Jo më vlla, s'është telefoni, s'ka telefoni më. është telefoni jonë, më dorë, telefoni tak fakut. Përshëndetje si jeni, si e kaluat? Po, kanë ardhur? Kanë ardhur? Se sa? 2 foto edhe një video. Po me kënaqësi. Pse jo? Ja të shikojmë pak foton e parë që kam mbritur këtu tek tak faku. E shikon doro? Po. Ka lezet. Një sekond, qa thot? Jam më i omël se gratë e huaja. Po, më i omël se gratë e huaja. Shaqqiu këshume? Shaqqiu, doro, shaqqiu. Po ti nuk e si ta dish se ti nuk i ke provuar ndonjëherë gratë e huaja. Ke provuar vetëm gruntate. Edhe unë gruntime kam provu, si kur kam provu unë, po nese. Nuk e dia shaqqiu ka ishte rrezikshëm vallaj. Tani, po. Nga shaqqiu që shitet, shikojmë pak të shaqqiun tjetër që përdoret për vende parkimi. Si shaqqiu për vendin parkimi? Tashti, kur s'ke bidon, qa do vësh për të zëmë vendin e parkimit? Shaqqiu, bravo! Super gjetje, është paleta. Tani shikojni pak të video që na vjen nga Vlora, vlla. Bukur Vlora, bukur. Dhe në Vlorë, Dori, kur ikin turistët, po? Shiko kush dalin rrugëve të Vlorës. Qyqe? Qent. Po devi, po sa qe kanë mërë burri dhe jot? Dhe nuk janë në qenë, janë qënë o qënë. Qënë o qënë, shiko, e di vlaj, nuk dalin kota të? Për qa dalin? Dalin për vota. Qa thurë? Po, ka arë momenti tani. Mos më thuaj që pos ma dhe votën të kafshojnë. Të kafshojnë? Të shkërin fare. Janë që nga Vlora të e kanë gjokësin ngrop. Çfarë do lloj video? Foto, shqetësimi, ankese, denoncimi, mos harroni tek numri joni telefonit 068 900 90 50. Bravo. Dhe tani për qef, për gallat, për ta tretur pak. Po duhet treti çik se vdiqën plas. Kalojmë direkt tek qyfyret. Ja mirë se u gjeta! Ja mirë se na erdhe. As Rama, as Berisha nuk e bëjnë këtë vëndo, jo! Po kush do e bëj këtë vëndo? Gjyshi im, që me zi vesh breket e veta më falë për shprejen. Jo, e bën kjo Çupa. Çupa e përputhen, ja dëgjoje. E parë është që e kam vura që këtej limiti alkoolit është shumë ullet kur je shofer. Një gotë më duket. Robi të pinë 2 gota në fundjave, dhe 2 gota as nuk të bëjnë atë ndjesin e tapjes, në kontrol. E dyta dhe bëja Shqipërinë si Amsterdami. Të legalizoj e kështu, bim. Qa do e bëj kjo Shqipërinë më si Amsterdam? Po pra, do pini çfarë të doni. E po halal ta ketë, edhe votën time, edhe të plaku tim, edhe të plakës time.
E diti se çfarë bëjnë gjyqtarët para se të japin atë vendimin e uruar? Lexojnë provat, futen thellë aty, kontrollojnë gjithçka. Jo, ja dëgjoje se ta thot avokati Dajeti. Ai di çfarë ja po u them unë. Aty tek jo vetëm tek krimet e rënda, domethënë tek kjo gjykata për korrupsion e krim të organizuar, por edhe në gjykata të tjera. Vën këta vendimin e kanë marrë që kone qyqjes, e kanë të shkruar, madje, në dosje, tërhiqemi për vendim, thot, domën e këshillimit. Edhe i fusin kafe, shikojnë filma aty në televizor, e tjera, e rrin kot, ti si palë rri atje, me angst, mas, o zot, qa do debet Ja, me si mua, po rrim ne sot. sa do dënohem, sa do bëhem, e tjera me rap. Ata janë, qefin e tyre shikojnë filma, jo se e ka marrë i vendimin e ka aty, por gjoja po mendohet thellë. Kyqa, pin kafe? Shofin filma dhe lozën e Zare? Po pra! Hajde, jetë. E po prandaj thonë mos të raf Zari gjyqtarit, tani e kuptova. Shoqja jote Linda, Po? dikur nuk dilte dot në rrugë. Pse? Ose Linda nuk është si Xhuli, mamaja jote e mbaruar. Linda është 45 vjeç unë isha nuk dilja dot në rrugë, sepse fërshëllenin nga makinat njerëzit, kur shkoja në klube sportive që janë shumë të mëdha, me pishina, me këto gratë më thonin, Zysha, më mos na hes përballë se na i tërbove burrat. Edhe këtë kam dëgjuar. Zysha, bravo. Por dikur. Në çfarë shteti? Po dikur, pra. Linda jo vetëm në atë kohë, po ti edhe sot i tërbon burrat. Po doli Linda në rrugë, tërmet shkaktohet. mësuesve u kërkohet llogari sot. Mirë, se në këtë pikë që ka vajtur arsimi në Shqipëri, Jo, u kërkohet llogari për gjëra tjera, ja dëgjoje. S'kërkon asnjë gjë tjetër. Raportimi është ky. 1. Sa janë shpërndar aktivitetet e ministrëve. 2. Aktivitetet të SHQK-s, pra shkolla qendër komunitare, që në fakt nuk është, po bëjnë aktivitete imagjinare. 3. Të drejtorisë arsimore rajonale. Po, shumë mirë. Sa share, sa like, sepse e kanë bërë që këto mësuesit edhe me komentet janë shumë dobët. 1 sekondë vlla. Po si share, si like. Po me nxënësit dhe me arsimin do të kërkohet llogari mësuesve apo? Po iko qyp, nxënësit le të mësojnë vetë. Ore të ka marrë malli për burimin. Burimi fshatit tim që nuk i shteronte kur uji. Jo, burimi që flet nga Franca. Aha. Dëgjoje çfarë thot për Ramën. Rama do të hiqet nga priza përpara zgjedhjeve. Iku Rama, do t'i heqin prizën para zgjedhjeve. Më fal, ky burimi pse shikon gjithmonë Ramën nga poshtë? S'lidhje ka nga poshtë. Po se prizat poshtë janë, prandaj po them. Burrat shqiptarë që ta marrësh vesh ti, po? Na pas kanë dalë të tërbuar fare, ore, po fare. Përpare janë të tërbuar, të shkalluar. Jo, për kështu dashuriçka që bëhen për këto. Si. Në Tinder e disa janë regjistruar. Sa? Ja. Të gjithë ne e dim që nëse do hapim një profil në Tinder apo dhe në Badoo apo të gjitha aplikacionet e tjera që ekzistojnë, tjetë arsye për cilën po e bëjnë, domethënë apo ja. Çfarë ishte interesante në këtë përmbledhje e njohurishën e VB ishte që të zbulonin se sa janë përdorues të shqiptarë të këtyre aplikacioneve. Dhe ishin thuajse 100.000, që janë një shifër relativisht e lartë, që do thotë kemi një ndryshim. 100.000 antar të regjistruar në Tinder? Po pra. Po 100.000 antar nuk i ka pro dëja model. E di Moxhan, e di. Ore, që s'ta kanë thënë? Po, që nga do thësuar e dreq. Qa flet më unë po haj si derë, burë. Vërtet dhe? S'më kem pa mirë. Qa thurë? Shiftu? Ndryshimi, e di kush është apo jo? Kush është? Është ky zotëria këtu. Altin Mici. O të lumë shimë durt, Altin Mico. Falemderit për veshin dhe falemderit dhe juve që mdoqët tak, pak, sot. Do shihemi sërish dhe mos harroni hallin o çojnin spak. O sillet e ne dhe zgjidhim tak fak. Opa! Hajde!